Албанскиот јазик ќе стане втор службен на централно ниво во Република Македонија. Ова во гостување на телевизија Алсат го најави вице-премиерот за евроинтеграција во новата влада Бујар Османи. Зоран Заев, иако после изборите ретерираше од она што го најави пред изборите, како што и сега ретерира од ветувањата кои ги даде после изборите и кажа дека нема да има двојазичност на цела територија, неговиот коалиционен партнер Бујар Османи од ДУИ го демантираше. Османи кажа дека во предлог законот кој е договорен за јазиците се предвидува официализирање на истиот за централна употреба. Gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve është gjithashtu gjuhë zyrtare. Që do të thotë, avancimi krucial që duhet bën ky propozim ligj është nga përdorimi zyrtar lokal ta shndron në përdorim zyrtar qendror, në institucione qendrore. Dhe këtu do ta vërejnë qytetarët dallimin. Dhe ky është interesi i qytetarëve shqiptar, të respektohet kushtetuta. Ne nuk duam ta them kushtetutën, që pastaj del gjykata kushtetuese ta rrezon ligjin. As nuk duam të dalim përtej marrëveshjes së Ohrit. Ne nuk jemi avanturist politik, por jemi konzistent në politik. Atë që jemi marrë vesh për të përfunduar luftën, jemi marrë vesh të nënshkruajmë atë marrëveshje me të gjitha të metat dhe të mirat e saj. Ne duam të jemi konsekuent të respektojmë atë marrëveshje. As të dalim përtej, as të lejojmë dikush na kufizon të drejtat që dalin nga marrëveshja e Ohrit, për cilën ka konsenzus etnik dhe politik dhe për cilën garantues janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. На прашање на новинарот, тој кажа дека се надева дека законот ќе биде донесен многу брзо, дека одредувањето на датумот е техничко прашање, дека најважно било тоа што се има политички договор. Тој потенцираше од владата има волја да се затвори оваа тема. Shpresojmë shumë shpejt. Është pjesë... Çdo me thënë shumë shpejt. Shumë shpejt, çështje javësh, çështje muajsh, varësisht se si do përgatitemi ne në propozimin e atij ligji. Unë thash se është shumë me rëndësi që në këtë proces të mbylljes së temave të jenë inkuadruar të gjithë. Procesi të jetë inkluziv. Meritat e këtij procesit mbylljes temave duhet t'i ketë edhe opozita. Ne shpresojmë që këtë ligj do ta mbështet edhe VMRO. Kjo është një çështje tjetër. Ju normalisht e shpresoni, por çështja është kur ju do ta nxirrni për debat në parlament. Para zgjedhjeve lokale? Është çështje teknike e përcaktimit të datës. Ajo është farësh me rëndësi se kemi marrëveshje politike dhe ka vullnet të qeverisë për të mbyllur një temë që është burim permanent i krizës në vend. Ajo është çështja e marrëveshjes mos mbyllja është burim permanent i krizës, jo marrëveshja e Ohrit, mos të keq kuptuar. Domethënë, vullnet politik për të mbyllur këtë temë ekziston ky vullnet. Tani është çështje teknike se cili digaster do e propozon. Зоран Заев во една изјава вети дека двојазичност ќе има и во Прилеп. За сега Бујар Османи, вице-премиерот во неговата влада, да потврди дека сепак двојазичноста ќе има на целата територија, а не само каде што има над 20% етнички албанци.